Elimi, se rrezikshme është strategjia e presidentit serb Aleksandar Vučić për transferuar përgjegjësinë pra tek pala kosovare, ndërkohë që vetë Beogradi po përballet me protesta masive, ashtu si e thatë edhe ju? Po mundohet të Serbia me buat a strategjik, si që thash, po edhe jo, e cekët shumë mirë. Unë mendoj që një pjesë e madhe, ja ato protestat, po jam sëri prapë, e din shumë mirë se Vučići një mashtrues tipik klasik dhe njeri që nuk mundet të manipuloj më serbët atje, qoftë Serbi, qoftë në Kosovë atje që ka mbet, dhe kjo nuk besoj që ai mundohet ditë natë me dëmtu reputacionin e Kosovës, shtetit Kosovë, po ja pra nuk mundet se shteti Kosovë, shteti pavarur sovran, ka institucionet e veta, po hakatet dhe kalkulon në ndonjë vrim të shpëtuar vete, po ja pra është fundi i tij dhe nuk mundet topi kështu, do të jemi të syqel dhe nuk do të lejojmë hapësirë për të manevruar Vučići siç ka manevruar në gjatë bisedimeve të vitit kaluar, dhe unë shpresoj që këta institucionet e Kosovës do të jenë masë të bashkuar dhe shumë syqel dhe mos lejoj Vučići të bëjë në korrez popullit të Kosovës dhe në veçanti në korrez të shtetit Kosovës. Në mendimin tuaj, zoti Elimi, duhet që Kosova të krijojë pra një qeveri të re dhe një konsensus të gjerë politik për t'u kundërvënë të gjitha këtyre planeve të presidentit serb Aleksandar Vučić? Po patjetër që është e mirë, po është në siglën e zotit Kurti se në 90 Kushtetutës së Zhvillimit të Kosovës i takon automatikisht për të themeluar Kuvendin e Kosovës duhet të kandidoj ose kandidat GBV-ja dhe duhet të themelon Kuvendin nën kryetarët e TJ dhe duhet të themelon qeveria. Është prapë në siglën e zotit Kurti që kon e fton ai për të bërë qeverinë, unë e kem thënë sa herë dhe përsëris prapë vetëm me PDK-n i ka numrat për të shkuar matutje se zoti Abdigjiku LDK nuk i ka votat për çështjen e presidentit dhe këtu e lidh njëna me tjetrën zinxhir dhe prap mund të shkojë Kosovë mbas një viti në zgjedhje e vetëm PDK-ja kuptohet në të stagnuar me çështjen e aty pozicione, po do të njëna part të LSHP o zoti Kurti o PDK-ja se nëse themelot një qeveri me nismë siç po flitet sot në mediat e Kosovës, unë mendoj se ajo qeveri është afatshkurtë dhe është qeveri e shantazhit, se kur si ki numrat mund të shantazhoj çdo kush dhe këtë e din shumë mirë zoti Kurti, veç nëse hen në këtë qeveri e ka të gabuar dhe jetë shkurt dhe unë po shpresoj që mos të bëhet ajo qeveri siç po flitet sot në mediumet dhe sidos që jetë në siglën e Kurti dhe në lëvizjen vendose si ata mund të veprojnë. Zoti Elimi, nëse Serbia nuk e njeh Kosovën de facto apo de jure, mund të jetë pranimi i asociacionit komunave me shumicë serbe një kurt i rrezikshëm për shtetësinë e Kosovës në këtë rast? Po e dinë në ato marrëveshjet siç kanë pas më herët, po kthehemi prapë pavarësisht është mirë me njoft edhe de facto edhe de jure, po sidoqë që Serbia lën në minutat e caktimit të kohë përshtatshëm se atje zgjedhet vesa mund të vinë Serbi dhe mund të qetësohet një lloj atje që janë shumë në kohën tonë i madh i vogël dhe Serbia këtë e din shumë mirë. Po me dëmtu Kosovën e dëmton vetë asociacioni, se e dinë nëse e ka lënë testin në gjykatën kushtetuese, e dinë shumë mirë që është një bosnizim i Kosovës dhe jo rastësisht mundet të vijë ndonjë send, po unë po shpresoj që edhe mbas themelimit të asociacionit mos të ketë një bosnizim tjetër në Kosovë se e minon shtetësinë e Kosovës, se kemi thonë sa herë këto në emisionet e juve dhe e përsërit prapë dhe vetëm gjykata kushtetuese është filtri i fundit që mund t'i pastroj ato nene që nuk i takon në atë vetë menaxhim apo asociacionin e komunave serbe me shumicë. E qartë, mirë zoti Elimi, për të kaluar tek dialogu, ndje kemi tjetër një seri më pas rikthehemi. Eurodeputeti austriak Lukas Mandl beson se qeveria e ardhshme e Kosovës duhet ketë një agjendë të qartë në procesin e dialogut në Bruksel. Duke potencuar se ekzekutivi i ri duhet ketë prioritet çështjen e dialogut, ai e konsideron si të rëndësishëm faktin se palët duhet të propozojnë vetë temat në tryezën e bisedimeve. Mendoj se është gjithmonë e rëndësishme në një proces të tillë dialogu që të vendoset diçka në tryezë nga secila palë, pasi vetëm kështu është mundësia të gjesh fjalë në
agjend për atë që po flitet. Pra është e rëndësishme jo vetëm të presësh se çfarë do të vënë në tryezë përfaqësuesit e Europës, por është e rëndësishme të vësh vetë diçka në tryezë, ka deklaruar Mandl, i cili gjithashtu është shprehur optimist se përfaqësuesi e lartë për politikë të jashtme dhe siguri në Bashkimin Evropian, Kaja Kallas, do angazhohet për dialog pozitiv mes Kosovës dhe Serbisë. Ajo e merr shumë seriozisht këtë çështje dhe e di mjaft mirë se fusha është e barabartë, se nuk ka një shtet më të rëndësishëm se tjetri. Kam shpresë që Komisioni i ri Evropian do të jetë më i mirë në menaxhimin e këtij dialogu dhe ata mund të inkurajojnë çdo palën kosovare dhe palën serbe që të angazhohen vërtet në një dialog pozitiv për mirëqenien e qytetarëve të tyre, për të ardhmen e qytetarëve të tyre në Bashkimin Evropian, potencoi eurodeputeti austriak. Mirë, zoti Elimi, është optimizmi i Mandl për angazhimin e Kaja Kallas në dialogun Kosovë-Serbi i bazuar në realitet apo një iluzion diplomatik? Unë përshpresoj se tash ke përfaqësuesja e re Kaja Kallas, besoj se i din sfidat e Kosovës dhe i din sfidat e Serbisë çfarë në tavolinë dhe besoj se kanë gjetë një modalitet të zhvillimit të bisedimit shumë më të mirë nga ai i Lajçakut dhe unë përshpresoj që më në fund edhe Kaja Kallas, edhe Serbia, edhe Kosova du të ecin përpara dhe mos të ngecin në tema siç ka mbetë ish përfaqësuesi bëjës në bisedime zoti Lajçak dhe unë përshpresoj që Kaja Kallas din dhe është shumë e mirë në këtë çështje të bisedimit të Kosovës dhe mos ja mbaj asnjë në anë, as Kosovës as Serbisë siç e kishte bërë Lajçaki në momentin e caktuar e përkatës Serbinë dhe jo Kosovën dhe jo rastisht Kosovës në sanksione vetëm për kryqësinë e zotit Kurti që mos koordinime me Amerikanët dhe Unionin Evropian dhe shpresoj tash në çështjet e tavolinës të vinë ato ku ka mbledh dhe të bëhet rinegocimi apo edhe të shtyp përpara matutje niveli shumë të lartë të bisedime mes kryeministrit zotit Kurti dhe presidentit Serbisë Aleksandar Vučić dhe unë mendoj që Kaja Kallas është përgatitur në çdo aspekt të gjej modalitet dhe mos gjet ngecë ashtu siç thoni ju apo të dëmtojë një raport, por vetëm sipas marrëveshjeve të nënshkruara dhe gjatë aty në bisedime të stërgjatëra dhe kanë shumë modalitete dhe të mira për të zbatuar ato që nga Serbia, që nga Kosova, të gjitha të marrëveshje. Zoti Elimi, nëse në tryezën e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë vendosen kushte të reja dhe tema të reja, pra me kushte të paqarta, a ka ndonjë rrezik për Kosovën? Unë nuk e besoj, e thash amers se zoti Lajçak që ka qitë kushte apo tash